Ka dobi më të madhe që një njeri të sjell dobi njerëzve të tjerë, të jetë i gatshëm për të ndihmuar njerëzve të tjerë sesa me dituri. Sepse me dituri mund të japësh ndihmë njerëzve dhe kur nuk je i pasur. Unë s'kam pasuri, por kam aftësi, s'kam pasuri, por kam njohuri, nuk kam asete të ndryshme, por kam mençuri. E gjitha kjo është marrë nga një dituri që unë kam studiuar më përpara. Ai tjetri ka studiuar diçka tjetër dhe ne plotësojmë njëri tjetrin me njohuritë tona. Ajeti kuranor, Allahu xhelle xhelalu e sjell një lloj pyetje e cila del në analizë. Hel yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? A janë baraz ata cilët dinë dhe ata që nuk dinë? Nuk janë baraz. Pra ata që dinë ka një shkallë të lartë të Allahu xhelle xhelalu. Apo ke hadithin tjetër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, se talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kërkimi i diturisë është farz, është obligim, është detyrë për çdo musliman. Mirë, po shumë për njerëzve këta e kuptojnë sikur po bëhet fjalë vetëm për dituritë klasike islame. Pra, bëhet fjalë për Kuranin, komentimin e Kuranit, hadithe, komentimin e haditheve, çështjet e normave dhe rregullave në legjislacionin islam që quhet fikhu e kështu me radhë, dhe vetëm kaq. Jo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk thot talabu ilmi shar'i apo talabu ilmi këdha wa këdha, nuk për kufizoj, nuk për caktoj, nuk e ngushtoj çështën, e la të lirë. Andaj shikojmë në historinë islame shumë prej ulemave, prej tyre për shembull Ibn Qudam al-Maqdisi dhe të tjerë, e kanë shpjeguar këtë hadith nga shpjegimet më brillante që mund të jetë. Dhe thonë, Allahu xhelle xhelalu kur e bëri pejgamberin ton Muhammedin alayhi salam të shprehet me këtë mënyrë. Ne e dim farmi që profeti alayhi salam nuk shprehet nga vetvetja e tij, ajo që i ka mësuar Zoti, sikur për rasti i Ademit që përmendëm pak më parë. Atëherë, duke qenë se dituria është e përgjithshme në këtë tekst shariatik që është hadithi i profetit alayhi salatu wasalam, po bën fjalë për të gjitha llojet e shkencave të cilat janë në dobi të njerëzve. Sepse nuk ka se si të jetë ndryshe. Mjekësia është e detyruar, thot Ibn Qudame dhe plot për ulemave të tjerë, dhe jo thjesht një nxitje që ne t'jemi mjek, një nxitje që t'jemi arkitekt, një nxitje që t'jemi ekonomist ose kontabilist ose jurist ose mësues e kështu me radhë. Jo, është detyrë. Kërkimi i diturisë është detyrë për çdo musliman.